Jezu Krisht do të lexojmë tani nga dhjata e re nga Ungjilli i Lukës, kapitulli 5. Ungjilli i Lukës, Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 5. Me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht. Kapitulli 5, Ungjilli sipas Lukës. Dhe ndodhi që Jezusi, kur po ndodhej në bregun e liçenit të Gjenisaretit, e ndërsa turma po shtyhej rreth tij për të dëgjuar fjalën e Perëndisë, pa dy barka të lidhura në breg të liçenit, nga të cilat kishin dalë peshkatarë dhe po lanin rrjetat. Atëherë hyri në një nga ato barka, në atë që ishte Simonit, dhe ju lut që të largohej pak nga bregu. U ul dhe mësonte turmat nga barka. Dhe kur mbaroi së foluri, i tha Simonit: "Shko në të thella dhe hidhni rrjetat tuaja për të zënë peshk." Dhe Simoni, duke u përgjigjur, i tha: "Mësues, u munduam gjithë natën dhe nuk zum asgjë, por për fjalën tënde do ta hedh rrjetën." Dhe si bën kështu zun një sasi aq të madhe peshku, sa po shqyhej rrjeta. Atëherë u bën shenjë shokëve të tyre që ishin në barkën tjetër, që të vinin e t'i ndihmonin, dhe ata erdhen dhe i mbushën të dy barkat aq sa gati po fundoseshin. Simon Pietri, kur pa këtë, i ra ndër këmbë Jezusit dhe i tha: "Zot, largohu prej meje, se jam njeri mëkatar." Në të vërtetë, Pietri dhe të gjithë ata që ishin me të habiteshin për shkak të sasisë së peshkut që kishin zënë. E njëjta gjë u ngjau edhe Jakobit dhe Gjonit, bijve të Zebedeut, që ishin shokë të Simonit. Atëherë Jezusi i tha Simonit: "Mos ki frikë, tash e tutje ti do të jesh peshkatar njerëzish të gjallë." Pastaj ata si i nxorën në breg barkat, lanë çdo gjë dhe e ndiqnin. Amen, fjalës të Zotit. Tham se Zoti do të veprojë veprën e tij të habitshme mbase dhe bën veprën e tij të mrekullueshme në jetën e njeriut. Vepër të habitshme. Më vonë, nga ato që lexojmë, Zoti do të shërojë të paralizuarin. Hyri në një shtëpi dhe pasi i fali atij gjitha mëkatet e tij, Zoti i fal dhe mëkatet. Pra, Zoti, pasi të pendohesh, të fal mëkatet. Pasi i fali mëkatet e tij, tha: "Qohu, merr krevatin tënd dhe ec." Qohu, merr krevatin tënd, merr problemin atë në të cilin ishe kaq vite dhe tani më nuk do të jesh në problemin tënd, problemi do të ikë, sepse Zoti bëri veprën e tij të mrekullueshme. Merr problemin që ke dhe ik, ec, e zgjidhi Krishti. Dhe pasi një ekstaz i mposhti të gjithë dhe lavdëruan Perëndin, u mbushën me frikë, duke thënë se pam sot gjëra të habitshme. Na thot tek paragrafi 26. Pam gjëra të habitshme sot. Pan veprat e Perëndisë. Pan ato që bëri Perëndia. Por më vonë apostulli Paul, kur predikoi në Athinë fjalën e Perëndisë, Athinasit dhe gjithë ato që ishin aty dhe që qëndronin në atë qytet të Athinës atëherë, s'bënin gjë tjetër përveç se të dëgjonin nëpër tregjet çfarë të rejet del. Dhe kur dëgjuan predikimin e apostullit Paul, thanë se sot në veshët tonë erdhen gjërat e habitshme. Erdhen në veshët tonë gjërat e habitshme, thanë. Shof gjërat e habitshme, dëgjoj gjërat e habitshme. Por edhe apostulli Pietër në letrën e tij, vëllezër dhe motra, do të na thotë se të dashur, duke ju drejtuar vëllezërve, të dashur i thotë: "Mos u habitni për mundimet që bëhet tani për ju, për t'ju provuar, për të gjitha të habitshmet që ju ndodhin." Pra, shof, dëgjoj dhe përjetoj gjëra të habitshme. Do me thënë, kur të përjetoni gjërat të habitshme, mos u habitni për këtë mundim që bëhet. Mos u habitni.
për provë, kur t'ju ndodhin gjërat e habitshme, ju ndodhin për provë. Dhe thot fjala e Perëndis, sikur se jeni në bashkësi, domethënë jeni bashk me vuajtjet e Krishtit. Pra, sikur pësoj Krishti, pësojmë edhe ne. Sikur se Krishtin e tallën, na tallën edhe ne. Sikur se Krishtin e përçmuan, sikur se Krishtin e përndoqën, sikur se Krishtin shumë i bën Krishtit, dhe ne në një shkallë pak më të vogël mbase, por kalojmë dhe ne të njëjtat mundime. Sikur se jeni pjesëtar të vuajtjeve të Krishtit, gëzohuni të kemi gëzim në ato prova, në ato çështje të habitshme që përjetojnë në jetën time. Po thot fjala e Zotit, gëzohuni. Për çfarë arsye të gëzohemi? Që kur lavdia e tij të shfaqet, pra lavdia e Krishtit, atëherë të gëzoheni edhe ju me paqen që do të keni. Domethënë, kam në mendjen time, sikur e kam thënë edhe herë tjetër, lavdin që do të na japë Zoti atë ditë. Për këtë arsye të mos më pakemi vëllezër dhe motra. Por t'i besojmë Krishtit, t'i besojmë veprës të habitshme të Perëndisë në jetën tonë. Pietri këtu, i cili këtu është fillimi i Pietrit që në marrëdhëniet e tij me Krishtit. Por në fund, kur Krishti donte të lante këmbët e dishepujve dhe vazhdoi sikurse gjeshi një përpara se të laj këmbët e dishepujve, ai u kujtohet Pietri që e mohoi duke thënë, "Ç'don të bësh Zot tek unë?" Gjë habitshme donte Krishti të bënte. Dhe Pietri, "Zot, çfarë bën?" E themi dhe ne nganjëherë, "Ma Zot, çfarë po don të bësh?" Dhe Zoti i thot vëllezër dhe motra, "Atë që unë po bëj tani, ti nuk e din, por do ta mësosh këtë pas këtyre gjërave." E dëgjon fjalën e Zotit. Atë që Zoti bën tani tek ti, atëherë pra Zoti bën, vepron Perëndia, unë thot Krishti, ati im vepron, edhe unë veproj deri tani, thot Krishti, dishepujve. Ati vepron, edhe unë veproj. Atë që unë bëj, i thot Pietrit, pra Zoti vepron në jetën e Pietrit, me mënyrë të habitshme, të mrekullueshme, të cilën nuk mund ta kuptojë Pietri, ti nuk e din tani. Pra, këtë moment që Zoti vepron, unë nuk mund ta di se si vepron, çfarë do të nxjerrë nga kjo Perëndia, çfarë gjëje do të bëj Zoti, nuk e di. Por do të njofish këtë gjë pas këtyre gjërave. Sikur ti thoshte, nëse qëndron besnik pranë mejet, do të njofesh, do të shohësh pra se përse e kam bërë, do ta shpjegoj se përse, do të shohësh rezultatin e veprimeve të mia të mrekullueshme. Kështu pra dhe Pietri në fillim këtu të ftesës së tij, ndërsa turma ishte e shumët dhe shtyhej rreth Krishtit për të dëgjuar fjalën e tij, ishin mbledhur të gjithë pra për të dëgjuar fjalën e Zotit. Jezusi ishte pranë limit Gjenisaret dhe pa dy barka në breg të detit. Dy barka, por sikur se ka udhëzim nga Ati, duhej të zgjedhte dishepujt e tij. Dhe sikur si i pa këto barka me udhëzim nga Ati, ju afrohet atyre, ashtu sikur se shef peshkatarët që dolën nga varkat e tyre, se mbase gjithë natën peshkuan, u lodhen, u munduan, ishte ora ku doli drita, dhe erdhi mëngjesi, duhet të nxirrnin rrjetat jashtë dhe të vazhdonin pastrimin e rrjetave. Nga kashtat që ka brenda, nga çfarë mbledhin rrjetat nga deti. Dhe hyri Zoti thot në njërin prej këtyre barkave, pra zgjodhi varkën e Pietrit. Zoti ka zgjedhur varkën tënde të hyj. Ka zgjedhur varkën tënde, është jeta jote, është varka jote që të hyj Zoti në te. Mos pak, Zoti do të veprojë në mënyrë të mrekullueshme. Dhe i thot që të largohej pak nga bregu, ju lut, dhe kur ul aty, vazhdoi të mësoj nga barka turmat. Pietri Simoni, me mënyrë të mrekullueshme,
e pranon, pavarësisht se është i lodhur, pavarësisht se është i munduar gjithë natën, nuk e njeh Jezusin, por e largoi barkën nga bregu dhe sikurse barka ishte aty dhe ishte në të Jezusi, vazhdoi të mësoj nga varka e Pjetrit turmat, sepse Perëndia do të përdor ty të mësoj nëpërmjet tejet turmat, popullin e Perëndisë, që ku i ka delet e tij Zoti. Dhe kur mbaroi së foluri, mbaroi pra së foluri fjalën e tij Zoti, erdhi ora personale me Pjetrin. Leçe e ka përdorur varkën e tij, erdhi ora që të bëj një veprim të mrekullueshëm Zoti tek Pjetri, që nuk mund ta kuptoj nga fillimi. Simon fute varkën në të thella. Të çoj varkën tani në det, në thellësi, përsëri në mes të ditës, të shkoj përsëri me varkën në të thella, jo në të cektat, por brenda në det. Dhe hidhni rrjetat tuaja që të peshkoni. Jo vetëm të çoj varkën brenda, por rrjetat e pastruara, aq sa kishin pastruar të paktën, të hidhnin përsëri në ujë. Me fal tani, nuk mendoj se do të priste Pjetri të peshkonte në mes të ditës. Ndryshe do ta bënte. Nuk peshkon kush në mes të ditës, por i thot diçka të habitshme që të bëj. Dhe kështu Pjetri e beson fjalën e Perëndisë. Dhe ju përgjigj Pjetri, mësues. Gjithë natën peshkuam, nuk kapëm asgjë. Gjithë natën, gjithë këtë kohë, gjithë kohës nuk kapëm asgjë. Gjithë këtë kohë që përkaloj në jetën time, shoh vështirësi, shoh se nuk ka rezultat. Flas dhe nuk shpëtohen. Flas dhe nuk më dëgjojnë. Bëj gjëra në jetën time duke u munduar që të ndreqen gjëra dhe nuk ndreqet gjë. Mos e humb shpresën. Mos e humb shpresën. Derisa e beson Zotit, Zoti do të veprojë vepër të habitshme, por vepër të mrekullueshme. Për të gjithë natën u munduam, u lodhem dhe u mpakem përfundimisht. Jem pakur ndonjëherë. Unë jam pakur, vëllezër dhe motra, dhe besoj të gjithë ne, qoftë pak, qoftë shumë, ta dëshmojmë tek Zoti. E din Krishti. E njeh Zoti këtë. Por Zoti të thotë që tani që jem pakur do të veproj unë. Tani që humbe forcën tënde, tani do të veproj Perëndia. Nuk kapëm asgjë. Kushte të vështira, gjithë kohën, asnjë rezultat. Por sipas fjalës sate do të hedh rrjetën. Dhe tregon Pjetri besimin e tij tek kush? Tek ajo që i tha Krishti. Sado e habitshme qoftë kjo, dhe ne çfarë na thot Zoti? Qëndroni në Jeruzalem, derisa të merrni forcën nga lart, derisa të vi fryma e shenjtë dhe të ringjall, të rimë këmbë dhe të ripërtëri. Qëndro në fjalën time, të jap ushqim, të ushqehesh, të shëndoshi, sepse ke humbur forcën tënde. Nuk duam të shëndoshemi me gjërat e botës, por duam të shëndoshemi me gjërat e Perëndisë, të mbushet shpirti jonë me gjërat e Perëndisë. Për këtë arsye të shkojmë tek Zoti në betejën tonë me agjerime, me lutje, aq sa të mundemi, pak, por sa të mundemi. Qëndroni, na thot Zoti. Ma Zot, çfarë do të bëhet? Dhe përsëri një lutje, mos përsërit, mos bëhet gjë. Ma shko, bëj atë që të thot Perëndia. Lufton atë që të ka vënë Zoti në atë betejë. Ato pak gjëra që mund të bësh dhe shumë do të bëj Zoti. Sipas fjalës sate do të hedhë rrjetën. E besoj fjalën e tij, sikur tham. Zot, nëse jeti, thuaj një fjalë, i thot dikur Pjetri Jezusit, sikurse e pa ata ecën mbi dallket, dhe Zoti në momentin që ecën mbi dallket dhe shef Jezusin të ecën mbi dallket, thuaj, Zot, thuaj një fjalë që të vi edhe unë mbi dallket. Dhe do të thot Zoti, eja tek unë mbi dallket, domethënë.
dhe do të vazhdosh të ecësh mbi problemin tënd. Përse? Sepse sytë e tu janë tek Krishti. Sytë e tu janë tek i dashuri i shpirtit tënd, tek ai që dha jetën e tij për ty dhe për mua. Sytë tonë tek Zoti, vëllezër dhe motra, të ngulura atje, t'i largojmë nga gjitha të tjerat sytë tonë tek Zoti i cili ka bërë shenjen eja tani mbi dallket. Dhe unë si në për mrekulli, me mënyrë të mrekullishme, do të ecish dhe do të eci mbi ujrat, mbi problemet, mbi ato të cilat nuk do të mund të ecja kurrë sipas fantazisë time. Por Zoti e bën me një fjalë të tij. Dhe pasi bëri këto, domethënë mori vendimin dhe e bëri. Dhe Zoti priti. Me durim, vëllezër dhe motra, Zoti priti që të shoh Pjetrin se çfarë do të bëjë. Do ta realizoj fjalën e Zotit deri në fund, do të qëndroj besnik deri në fund, apo do të thotë se unë tani do të largohem nga Krishti. Unë tani kaloj një orë, nuk shoh gjë akoma, nuk mbledh rrjetat dhe po të largohem. Nuk mundem më. Jo, do të qëndroj deri në fund, Pjetri. Dhe ne, vëllezër dhe motra, me hirin e Krishtit duam të qëndrojmë deri në fund. Deri në fund. Çfarë do të bëhet, vëllezër dhe motra? Tregon Zoti, vëllezër dhe motra, vegime, ëndra, zbulesa. Shpesh herë jeta jonë mund t'i ngjaj një ndërtesët që me tërmetin shkon majtas dhe djathas dhe mundësisht në tërmet të madh. Si bëhet kur lëvizin ndërtesat kur të bëhet një tërmet i madh? Por kur ndërtesa, vëllezër dhe motra, ose jeta jonë, të themi, është ndërtuar mbi shkëmb, mos ki frikë se nuk do të biesh. Sado që të tundet, sado që të lëviz, s'do të bjerë, sepse e mban shkëmbin nga poshtë, shkëmbi që është Krishti, fjala e tij e shenjtë, dhe ne morëm një vendim të ndërtojmë shtëpinë tonë mbi shkëmb. Për këtë arsye, sado tronditje të vinë, ne nuk shohim tek njeriu, por shohim tek shkëmbi i përjetshëm që është Krishti. Dhe ai do të na mbajë deri në fund, sepse nëse shoh tek njeriu do të humbas. Kështu më thot fjala e Perëndis. I mallkuar do të jem nëse shoh dhe pres nga njeriu. Pjetri nuk shef tek njeriu, por shef tek Krishti dhe është i bekuar me Krishtin kur shef tek Krishti. Dhe pasi u mblodh një sasi e madhe peshkut dhe rrjetat po shqyhej gati, ja fantazoni habin e tij kur mblodhi rrjetat që të shoh një turm kaq të madhe peshkut në te. Do të guxoja të thoja, nuk na e thot shkrimi, por do të guxoja të thoja se zhgënjimi i gjatë natës së tij, që nuk kapi asnjë peshk, u shndrrua në një gëzim të patregueshëm. Ajo që kaloi gjithë natën, e habitshëm jam, gjëja e zhgënjur në jetën e tij, u bën një shkak bekimi për Pjetrin. Për këtë arsye të marrim zemër, vëllezër dhe motra, dhe të vazhdojmë. Lavdi Zotit, të vazhdojmë. Tani Pjetri do të thotë lavdi o Zot, ku s'kapa gjë gjithë natën. Sepse po të kapja në darkë, mbase mund të mos vinte Krishti në varkën time. Mbase mund të mos shkoja pranë Zotit, të shkoja të shisja peshqit jashtë, por tani që nuk kapa asgjë, erdhi Krishti në jetën time. Dhe tani e njofta Krishtin, pash veprën e habitshme, por pash edhe veprën e mrekullueshme në fund. Dhe po t'ishte vetëm kjo që mbledhi vetëm peshk, jo, nuk është kjo. Por Zoti ka akoma më tepër dhe më të mira. Nuk janë gjërat për këtë jetë vetëm, por gjërat frymërore dhe të përjetshme, vëllezër dhe motra. Gjërat e kësaj jete janë për pak kohë. Dhe nëse na jep diçka Zoti, ta falenderojmë sepse është për pak, është për këtë jetë, këtu jetësore. Kurse gjërat e përjetshme që të përmbushesh me frymën e shenjtë, gjunjët, lutja, bashkësia jonë me të përjetshmin Perëndi, është e përjetshme, vëllezër dhe motra. Dhe mbushet njeriu që beson në Zotin, sepse merr nga Zoti. Ju bën shenjë shokëve të tyre që ishin në varkën tjetër që të vinë t'i ndihmojnë. Shef se jep Perëndia, vrapo dhe ndihmo ose
kërko edhe ndihmë nëse ke nevojë për ndihmë që të ndihmojnë vëllezërit. Jemi një vëllezër dhe motra dhe duam të jemi një. Ndajmë, kemi të njëjtin atë. Kemi të njëjtin atë dhe jemi vëllezër me Krishtin Jezus. Dhe duam edhe të marrim ndihmë nga vëllezërit dhe kur edhe të marrim ndihmë edhe të japim ndihmë. Dhe kur dikush na kërkon ndihmë, sepse është një kënaqësi kjo, sepse i beson vëllezërit e tu. Kur kërkon ndihmë nga vëllezërit e tu, eja vlla, kam problem, lutu me mua. E ndajmë problemin së bashku dhe lutemi të gjithë së bashku. E ndajmë me njëri tjetrin, kjo është kisha e Krishtit. Dhe erdhën dhe i mbushën të dy varkat, ku të dyja varkat nga bekimi u Zotit gati po fundoseshin nga sasia e peshkut. Por Krishti ka edhe tjetër vepër të mrekullueshme. Pietri, kur pa këtë ra përpara këmbëve të Krishtit, u gjunjëzua. Ja mendoni tani, një burr peshkatar i fort, i ri në mosh, i ri dhe Krishti, shkon dhe bie përpara Krishtit me gjunjë për dhe. Ja fantazoni me kokë të përullur dhe thot, largohu prej mejet, i thot Zotit, sepse jam njeri mëkatar. Po çfarë fjalët i tha? E kupton se përpara tit s'ka të bëjë me një njeri të zakonshëm, por ka të bëjë me të përjetshmin Perëndi. Atë që e quajti mësues fillimisht, e shef tani se vepron Perëndia në jetën e tij, se nuk është vetëm një mësues, por është Perëndia i përjetshëm, Jezu Krishti, biri i Perëndisë të gjallë. Do ta thot dhe do të dëshmoj një moment edhe përpara Krishtit. Dhe nga që unë i thot, jam mëkatar, kupton dobësinë e tij. Ti a e kupton dhe unë a e kuptojmë dobësinë dhe pozicionin ton? Apo mendoj se gjithmonë kam të drejtë dhe gjithë të tjerët kanë gabim? Mos vallë mendoj se unë kam të drejtën dhe unë jam kryesori dhe gjithë të tjerët do të më dëgjojnë mua, sikur thonë njerëzit. Ki kujdes me këtë, sepse fjala e Perëndis thotë, nëse thua këtë se s'ke nevojë për askënd, do të vjell Zoti dhe nuk do të jetë kënaqshme kjo. Po kur thot se jam një njeri mëkatar dhe kërkoj falje nga Perëndia, atëherë vjen të veproj Perëndia në jetën time. Kështu pra dhe Pietri u ndje. Në surprizë e mposhti atë zemrën e tij për shkak të sasisë të peshkut. Të njëjtën gjë dhe Gjoni dhe Jakobi, bijtë e Zebedeut, njëjta gjë ju ndodhi dhe atyre. Dhe erdhi ora e premtimit, sepse Zoti bën vepër të habitshme. Bën vepër të mrekullueshme dhe vjen dhe jep premtim të ri dhe i thot Pietrit, mos ki frikë, mbaje këtë fjalë edhe ti sot, mos ki frikë. Nëse hyri frikë në zemrën tënde, ta dish se Krishti të thot tani, mos ki frikë. Dhe nuk ta thot njeriu, ta thot Jezu Krishti, mos ki frikë, sepse të gjitha janë në duart e mia dhe unë do të bëj gjëren e habitshme mbase, por në fund do të lavdërosh Zotin Perëndin tënd. Nga tani e tutje do të jesh peshkatar njerëzish. Ishe i dhenë në gjërat materiale dhe mirë bëje sepse kështu ishte jeta jote, me këtë jetoje, këtë punoje, por tani do të vi të jap një tjetër premtim. Sepse po je peshkatar, Pietër, por unë dua të bëj një tjetër peshkatar, që të peshkosh shpirta, të folesh dhe të shpëtojnë shpirtra në ditën e rreshajave, të dërgoj dhe Zoti të veproj nëpërmjet tejet. Ma Pietri nuk ishte, jo, Zoti ishte, vëllezër dhe motra, që bën të veprën. Por thot Zoti, unë kam për të bërë peshkatar njerëzish, sepse kjo ka rëndësi për Zotin, shpëtimi i shpirtrave, vëllezër dhe motra. Dhe në lutjen tonë, kjo të jetë një gjë shumë lartë që ta kemi, shpëtimin e shpirtrave. Nëpërmjet këtyre shpirtrave,
sepse kemi mision të lutemi për shpëtimin e shpirtrave. Dhe pasi sollën barkat në breg, i kishte dhënë premtim Zoti Pjetrit, e kishte dëgjuar Simoni premtimin. Dhe pasi dolën në breg, do të thoja se priti Zoti të shoh Pjetrin se çfarë do të bëj. I lanë të gjitha dhe ndoqën Krishtin. Lavdi Zotit. Pan, dëgjuan, përjetuan dhe morën vendimin. Të ndjekëm tani Zotin, sepse i lanë të gjitha të tjerat. Dhe ne të marrim një vendim sot. Pam, dëgjuam dhe të tjera do të shohim e do të dëgjojmë, do të lavdërojmë Zotin, por të na kujtohet vendimi jon se ndjekim Jezu Krishtin Zotin. Amen, vëllezër dhe motra.